Në prill të vitit 2008 në Bukuresht, Shqipëria mori ftesën për antarësim në NATO. Sot vendi im nënshkruan aktin më të rëndësishëm në historinë e tij. This is a miracle of freedoms. Dera antarësimit u hap dhe 12 muajt pasues ishin një kohë për realizimin e procedurave të nevojshme. Në takimin e nivelit të lartë të Strasburgut, kreu të shtetit shqiptar Bamir Topi i dorëzoi dokumenti zyrtar i antarësimit nga presidenti amerikan Barack Obama. I would like to invite the Secretary General as well as the presidents of Albania and Croatia to join me. Sot kjo ngjarje ndër më të rëndësishmet në historinë e vendit të kujtuar nga të gjitha autoritetet e larta. Presidenti Bamir Topi me anë të një mesazhi shpreh se vendi mbetet i vendosur në angazhime dhe përgjegjësitë e tij dhe sa antarësimi i bën të gjithë më të përgjegjshëm ndaj sfidave të brendshme dhe të jashtme. Kryeministri Sali Berisha nga ana e tij mori pjesë në një aktivitet të organizuar nga Ministria e Mbrojtjes, duke e vlerësuar edhe një herë antarësimin në NATO si ngjarjen më të rëndësishme historike pas së shpalljes së pavarësisë. Ai tha se një vit më pas ne mund të numërojmë me krenari arritje të shumta, më të shumta se në çdo vit tjetër. Në vitin e parë të antarësimit të NATO, Shqipëria zhvilloi zgjedhjet më të mira në historinë e saj. Vitin e parë të antarësimit të Shqipërisë në NATO, ne merituam të votbesoheshim nga qeveritë e 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për statusin e kandidatit. Shqipëria u angazhua dhe është angazhuar në reforma të gjithanshme. Por një vlerësim krejt të kundërt ka kryetari socialiste Edi Rama, sipas tij ky përvjetor i parë e gjen Shqipërinë në protestat e opozitës, sepse siç u shpreh ai, liria, demokracia, drejtësia dhe ekonomia janë në një kërcënim të përditshëm. Ky është bilanci i përvjetorit të parë të hyrjes NATO. Një bilanc që lidhet me një zhvillim jashtëzakonisht dramatik dhe shqetësues për të sotmen dhe për të nesërmen e vendit, i cili i ka rrënjët tek deformimi i vullnetit të popullit në zgjedhje. Dhe pastaj shtrihet në një proces degradimi të qeverisjes, e cila nuk u garanton njerëzve rrugët e zhvillimit dhe të mirëqenies. Në përvjetorin e antarësimit në NATO dhe kryetaria e Parlamentit Josefina Topalli mblodhi në sallën e seancave të rinj shqiptarë, sepse siç u shpreh ajo, kjo është së pari një festë të rinjve që patën fatin të jetojnë në kohërat e lirisë dhe të rrëzimit të diktaturës komuniste. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.